Osmani që të ketë pushtet të plot, ashtu siç është thënë? Pafërdita, keni drejt. Dhe çfarë pushteti ka presidenti? Keni drejt, se vetëvendosja po don një president pa pushtet. Ndërkohë që në sistemin ton, presidenti ka pushtet sipas kushtetutës shumë të rëndësishëm. Përfaqëson Republikën e Kosovës brenda dhe jashtë, siguron unitetin e shtetit për brenda, siguron funksionimin demokratik të institucioneve për brenda, dhe është udhëheqëse e politikës së jashtme të Republikës tonë. Emron ambasadorët, emron gjyqtarët, prokurorët, kryeprokurorin, emron shumë pozitat larta dhe ka shumë punë së bashku me qeverinë. Dhe nuk është presidenti në sistemin tonë parlamentar një figurë ceremoniale e parëndësishme dhe pa pushtet. Ka shumë pushtet, por si duket, tendenca e lëvizjes vetëvendosje me këto deklarata që i bojnë, që dëshirojnë një president pa pushtet, dëshirojnë që të kenë një kukull president që të gjithë pushtetin ta mbajnë për vete. Dhe ku ta mbajnë pushtetin? Ta mbajnë parti. Pra, Kosova ka nevojë për një shtet të fortë dhe jo për parti të forta. Lëvizja vetëvendosje sikur po insiston ta forcojë partinë vetëvendosje dhe jo shtetin. Fundit partit janë në shërbim të shtetit. Nëse e dobëson shtetin për të forcuar partinë, është gabim për demokracinë. Dhe rrjedhimisht i bie që ti mund ta bësh të për një kohë. Po kur shpërfaqes në publik dhe kur populli i sheh këto tendenca, pastaj të ndëshkon me votë. Dhe ne kemi një sistem goxha të mirë demokratik që populli e ka, megjithatë është një barometër shumë i sakt i lëvizjeve politike në vend dhe ditë ndëshkoj me votë kur partitë politike e teprojnë. Pra, kam përshtypjen që tani e kanë tepruar dhe është koha për t'i ndëshkuar. Qartë, LDK është në fakt e vetmja parti e cila e ka bërë të ditur propozdimin që do ta ketë për